absolutisht, ndoshta Kida si trener i ri, le të themi, nuk është se ka shumë eksperiencë, mirë po disa lojë që i ka pas te Malisheva është cilësu si trener që përdor metodika 3 atë punës edhe kështu. Ndoshta ka gjetë atë çelësin e komunikimit më shpejt me skuadrën edhe e ka jep efektin e vet. Por kjo do të kemi pak kujdes te kjo pjesa sepse shpeshherë neve na ndodh i japim merita shpeshherë dikujt edhe masnene kur nuk ka kontinuitet tentoj me kryqëzu. Unë mendoj se rruga e trejningut, sidomos për trenerët e ri, duhet të jetë shumë e kujdesshme në kuptimin e asaj mos bëjnë gabimet që bëjnë zakonisht trenerët e vjetër që janë të ligës të Kosovës, për shkak se duhet të jenë përulur, punëtor shumë edhe të kenë kujdes në relacion me publikun, për shkak se shpeshherë unë them vazhdimsi, kjo është një problematikë e madhe jonja, trajningu që na kena marrë dikur me trajningun që kërkohet sot për trit edhe për motivimin janë komplet dy botë ndryshme dhe një nga pikat ku na çalojmë edhe s'po mujmë i adresu mirë për mi ndihmu futbollistëve dhe talentëve të ri të Kosovës, është kjo pjesa mënyra prepotente e trenerave të vjetër që është në gjykimin tim shumë e gabuar. Shpresoj që Kida dhe gjithë këta emra të ri trenerëve të marrin një mësim edhe le të themi të updatetohen me ato çka kërkohet në futbollin ndërkombëtar.